Përshëndetje të dashur miq, gëzuar 2026. Në vitin 1994, në 1 janar, bleva gazetën politika greke sepse kishte kryer artikull "Çfarë parashikon CIA amerikane për bashkimin e Shqipërisë së Madhe". Çfarë kemi nga Amerika? Lajmet më fantastike. Amerika mbron Dardanin. Sigurisht këtu në Tiranë ju ka dhënë ultimatum, sepse e thot vetë Rama, patllakën lërini poshtë, mos mërkoni telefonin edhe hajvanin nga Amerika, të tjerat kuptojeni vetë. Kina po bën manovra ushtarake madje me robot humanoid në Taiwan, e quan territorin e saj dhe njohin vetëm 8 shtete. Fatkeqësisht e njeh Vatikani, po Vatikani nuk njeh Dardanin e Nën Terezës, histori e gjatë. Dhe me gërmimet që janë gjetur në Ulpian, që do të thotë se jemi kolona vertebrare e krishtërimit. Ndërsa Rusia po bisedon duke u afruar në 4 vjetorin e saj të luftës për të marrë pikërisht ato që ajo don. Dhe sigurisht, precedenti Kosova përmendet kudo, edhe nga kinezët, edhe nga rusët. Ndërkohë që aleati ynë historik Amerika është pikërisht me ne edhe në këto ditë ku po ndahet rendi i ri botror. Fati i madh që kemi këtë aleat i cili kur nuk na ka braktisur dhe na ka qëndruar pranë. Dashtë Zoti me ligjin Riko dhe 90 liçin po heqin plerat, po heqin halet që të vinë malet dhe të bëhet Shqipëria përsëri shkëm graniti, baçe e lulëzuar autokton në tokën tonë të parë të Europës. Fitore.